kurhen edhe të mahnit me punën e dorës. Edhe gjykatësi asaj kohës, Mullah Mehmet Efendia. Unë jam trashëgimtari i fundit i kësaj shtëpijës. Muret janë origjinale, do të kur gjëna nuk e na prej. Arrinu vu tash me dhon çka mundet me bë dhe çka nuk mundet me bë. Lexuesi jon ditë për ditë nuk është të lexuar. Të dashur miq të RTS, jemi në qytetin e bukur të Gjilanit. Kemi ardhur me vizitu njërin prej shtëpive më të vjetra, ndoshta jo vetëm në qytetin e Gjilanit, por edhe në Kosovë. Një trashëgimi të veçantë kulturore, diçka që të bën më ndje mirë në momentin kur hen edhe të mahnit me punën e dorës që shihet domethënë brenda shtëpisë. Do ta intervistojmë edhe zotin e shtëpisë, zotin Zekiria Abdullahu, i cili përveç që e ka trashëguar këtë shtëpi, gjithashtu është edhe kontribuesi i madh i kulturës edhe traditës shqiptare. Zotri Zekiria, selam aleikum. Aleikum selam, mirë se keni ardhur. Zoti ju shpërbleft e nderoft që na hapë derën këtë shtëpi të bukur që të bën muni shumë mirë edhe po ta do kanë një ndjesi të veçantë. Fakti është i gjatë se dyert e shqiptarë janë gjithmonë të tapuna, janë tapuna prej traditës tonë shqiptare, që kemi edhe besimin tonë islam që do thotë mysafiri duhet gjithmonë me pas një vend pritje ku pritet, ku gostitet edhe ku ka mundësi edhe me qëndru një kohë edhe me vazhdu jetën me çfarë qëllimi ka ardhur, me çfarë një. Nuk ju kanë lodhur musafirët, se e kum pa edhe në rrjetet sociale që keni shumë vizitor, se natyrisht gjithkush që e sheh këtë shtëpi është e pamundur mos me pas qef në mbrëmje edhe me pa këtë madhështit punës dorës që është bë dikun në shekullin e 19 apo në fund të shekullit 19, fundi shekullit 19, thot fillimi i shekullit 20, të ndërtimi i kësaj shtëpisë ka filluar dikun rreth vitit 1889, vitet janë dikun qështu, edhe ka një epitaf aty të shkruar, do thot një tavan, do thot në plafon e ka aty vitin e ndërtimit, edhe është ndërtu, do thot në atë kohë nga një, me thonë, ka qenë krye mifti, ka qenë edhe gjykatësi asaj kohës, Mullah Mehmet Efendia. Mullah Mehmet Efendia, aja ka ndërtu këtë shtëpi për nevojat e tina. Edhe sigurisht që kjo është edhe kultura dhe tradita e Gjilanit, se edhe në Gjilan, për shkak si qytet si një kasabë e vogël, ka pas kulturë, traditë, ka pas ndërtimtari, arkitekturë, o zhvillu arkitektura në frymën e asaj kohës. Edhe deri më sot, gjenerat mas gjeneratës e kanë ardhur shumë gjenerata, unë jam trashëgimtari i fundit i kësaj shtëpijës, cilën e kam trashëguar edhe jena mundu me mirë mbajt, me riparu e me asi me forcat e tona, do thotë. Një dy herë ministria ka intervenu në Pullaz, në Kulme, jo e kanë lyjë jashtë, e kanë asimi, po mrena asnjëherë nuk është ndërmarrë në renovim, do thotë, thojmë më rujt interjeri, muret, senet, tavanet, do thotë, nuk janë rujt, po deri sot qështu është, në qëtë gjendje që shpesh shepni jo. Pak e çuditshme me mri me i rezistu kohrave që ka që gjatë, të e ditë që është e ndërtuar me qërpiç. Me qërpiç kanë qenë prej baltës. Qërpiç është ndërtuar edhe me dru, edhe me gur. Kati i parë është me gur i muruar, do thotë ndikon 1 metër. Gjanësia e themelit shtëpisë që na mbi ato është ndërtuar ky kati. Ku ky ka qëndruar, do thotë myftia në atë kohë, ka u politik bardhja në këtë shtëpi, se për kësaj shtëpisë, ky ka qenë një ndër shtëpitë e shumta Gjilani, se Gjilani ka po, edhe tjera shtëpi po, me ko janë rënu gjitha shtëpit, edhe në Gjilan ka me të vetë mja, kjo ka me. Qka ju ka bë për me rujt? Dashnia për shpin? Në qëtë shtëpia, unë 1969 ku marrë në këtë shtëpi, edhe ju më rritë, do të si 6 vjeqar ju marrë, kena ble këtë shtëpi, edhe kena jetu në këtë shtëpi. Vetë fakti se aty ku jetojnë njerëzit edhe në thotë shtëpia ruhet. Aty ku nuk jetojnë njerëzit, shkatron koha, shkatrohet vetë jubja. Dhe thotë kjo është një letë zotit a natyror, si do që të qotë. Në për ato shtëpi ku kanë jetu njerëzit, gjithmonë një rrujt deri në ditë. Edhe sot jetojnë, edhe sot na jetojnë këto rrënjim, edhe pse kam shtëpijën tjetër, po në këtë shtëpi këtu e ndi vetën shumë ma të lirshëm, shumë ma
kom një energji ma tjetër e përjetoj. Edhe këtu jetoj në jetën ku. Sigurisht nështë edhe për shkak të fëminisë edhe tjetës që ke kalu këto, po edhe për shkak të një ndjesie të mirë që po ta jetë. Kjo shtëpi janë ndjesi të mirë, ka aerosën, aerosën natyrore ka të krijuar. Sot vetë arkitektura e shtëpisë është ashtu që sot këtu ka boll ajër, oksigjeni hyn këtu me shumicë. Nëse shtëpi të reja ju vetë jeni dëshmitar se është gjithmonë çdo ditë më shumë vetëm ajri është më i ngushtë. Vetë fakti që është marrëme me dhe në balt, atëherë të bën me menu që ka diçka më të veçantë. Unë po nin atë për mirë edhe gjithçka ka pekthen, gjithka që pekthen kokën, po shet dhe më thonë punë të dorës njëre. Këto janë trutuna original, muret janë original, do të kur gjëna nuk e na prej, absolutikisht kur gjë. Muret janë original, vizatimet janë original, do të nga dora e shqiptarëve. To s'kan ato që të me vizatu, to sigurisht shqiptarë, to se prej Macedonisë që kanë qenë, ata kanë qenë artista më të mëdhenj, dhe ata i kanë bërë, mirë po çdo sen këto është originale, do të nuk kena ndërhyje, për shkak se këto me jek s'kish e prish shtëpia, në prish e doma. Kam do thotë Oxhaku, po Oxhaku i ka dhe ato pjesë tjera, janë prej me merit bardh, me skalituna janë me skalit, po për shkak peshës e kena detyru me jek edhe me liru, do thotë mos me atë. Se nëse vjen deri te rregullimi, sigurisht se ka me qenë rregulluar edhe kjo, edhe kuptohet që kjo ka me marrë një pamje shumë tjetër nëse të ardhmen gjindet për shembull dikush që e bën një renovim edhe ja kthen, do thotë interierin e atëhershëm qysh kishte me qenë për shembull, se tash nuk është interieri i atëhershëm. Qysh apo kontribon shteti duke qenë se tash është trashëgimi kulturore, çdo është shteti me rujt. Shteti tregova një organizatë e huaja e ka riparu pullazin. Edhe një herë ministria një organizatë e huaja të njëjta, dhe ato janë këtë perëndimit, nuk janë asnjë prej Turqisë as prej. E kanë rujtë, do thotë si traditë, si kulturë, kanë bërë në muret, i kanë lyj, kanë drejt, edhe që ka tjera se në mrena këtu s'është investu kur gjallja. Se realisht përderisa është në mbrojtje komunës të shtetit, indirekt, nuk po them që s'është prej me luvja, po është dasht ata me i dalë zot, me është pak më shumë. është dash me dalë zot, po komuna nuk ka qenë shumë e interesuar. As gocë se i vetmi është kryetari i fundit Albanit që ka dhe ka vizitu dhe sot shtëpien me stafin e vetë. As një kryetar tjetër, as një heras bilem, as se kanë ditë që ekziston kjo shtëpi. As që ka interesu. Ka qenë në të interesimi i komunës tonë. Me shpresu që ka më bërë diçka, sepse me vërtet është ditë të bën me kuptu edhe me e ditë se sa ka pas artë në atë kohë, sa kanë qenë shqiptarë të zotë, sa kanë qenë këngull, sa për me bërë diçka të bukur. Profesor Reza Selmani ka shkru në libren Gjilani Meretin, ka bun një punim do të thotë historiku ndërtimit e krejt, po ajo është baza vullnetare, do thotë nuk ka pas në angazhim kështu ma profesional, do thotë që dikush është marrë. Kanë ardhur ko pas kohë njerëz ndryshëm vizitojnë, nxënësat e shkolla vinë vizitojnë, nuk i kena pengu, do thotë, edhe nuk e pengoj, se këtu marrën edhe aktivitete tjera, sidomos folklore popullor, disa programe janë realizu këtu. Të përmendë që edhe iftare këni shtunë. Po, Basia Islame vitin e kaluar ka bërë një emision si përgatitet një iftar tradicional në shtëpijat besimtarëve muslima. Edhe kanë përcjell për shembull përgatitjen e iftarit, edhe shtrimin e iftarit, ushqimin kështu. Ka qenë një orë një program, ka qenë program i mirë. Me kismet Ramazanin tjetër për dash ka një iftar më ardhme. Bëronin kur të keni qenë. Me ushqime tradicionale. O gjithse na mund të më agjiru edhe na i tonë, ose na i tajtë edhe më ardhme. Me iftar. Pse jo, kjo është e hapun, 24 orë është në shërbim, do thotë atyre të cilët e dojnë kulturën, e dojnë artin, e dojnë, ase na nuk i kena dyrë janë të hapuna, po ka nevojë do thotë një rifreskim edhe mi akthy, do thotë ashtu qysh është original, qysh kish me qenë para 100 vjetëve kjo. Do thotë interieri asaj kohës duhet me qenë. Këtë domë ashtu e donë. Me qenë me kjo gjaku rregullumin ndreqen edhe qysh kish me qenë, me mindera apo qysh kanë qenë atë kohë, në atë stilin e vjetër. Sa metra katrori ka shtëpia? Edhe shtëpia duhet me qenë 200 metra katrori ka, do thotë keq shtëpia, se është një 200 metra ma tepër i ka. Kati i parë do thotë ka qenë si thonë
90, ku i kalon ato drut, i kalon se në këtë katë kjo ka jetu, këtë katë ka jetu. Ka pas të se cëla dhomë, është karakteristike që i ka pas edhe banjën e vetët për atë kodë, edhe në zemjën e ka pas me dru. Ta shefni, një të regoj ku është, edhe aty ka shti dru edhe ka pas ujnë zetë, në gjdo kohë ka pas banjë. Se cëra dhomë, edhe kjo e ka që të banjën, edhe kjo e ka banjën, gjdo dhomë ka pas. E ta një thomë që arkitektura që tash është e përparume, po nëse këthejemi në atë kohë, shumë më të mire. Ju e dini që Islami ka kushtu rëndësi pas tërtijës, ndër kushtet më themelore është, do thotë, edhe në namaz, edhe ku do ku ti ndush me qenë i pasër. Pastërtia është, do thotë, kushti i parë, kriteri i parë, do thotë, për me hy edhe të Zoti, për me lutë, ndush me qenë, edhe fizikisht edhe shpirtnisht i pasër. Po edhe fizikisht, do thotë, duhet me qenë i pasër, se i ndotën, Zoti nuk e do ndotësirën, ai për ato e ka që ujnë, e ka që çdo sen, do thotë, më pastru duhet edhe. Ta, do thotë, i kanë kushtu rëndësi, se ta kanë qenë njerëz që kanë qenë njerëz të libret, këta nuk kanë qenë njerëz popullat e tjerë që do të s'ka mujtë kuj ka pas për atë kohë, do të standardit të jetësor ka qenë nivellet ndoshta mretënor. Edhe që ashtu po shihet, për që të kohë, këto vizatime e këto pamje janë kogja luks. E lejën për në atë kohë. Këtë punim dore këto. Nësa se të që në bën hiç në shta? Asa e bëhet me teknika të reja, është problemi që në atë kohë, dhe kjo nuk po këtë me dorë, s'ka litje në gdhendje me dorë, po. Se dru i orët s'ka qenë, sigurisht që i përjeton, edhe një ka përjetu, edhe krymit, edhe kejtëse, edhe brejtësi e hanë këto, krymi e hanë, edhe më të po, që e urujt kjo, urujt, dhe tash urujt. Edhe në gjyrat, mos me pas asë një ndryshim, diçka shumë e bukur. Prof, të folim pak për librat, për punët e tua të mira, e dobishme që i ke bën në favor të njerëzve, në favor të Islamit, se nuk ka qenë shumë e lehtë. Bisedum në edhe kohën, do thotë, po evokoj një kohë, po kthejme një kohë, do thotë, kur prej viteve 1989, do thotë, kur e kena fillu aktivitetin, kur veçra komunizmi nish sistemin e Jugoslavisë, do thotë, fillun me lëviz njerëzit, pak ma shlershëm me frimu. Islami do thotë filloj mu praktiku ma shumë xhamia. Fillun xhamiat mungjase, deri në atë kohë ka qenë pak një stagnimi madh. Njerëzit kanë pas hezitim, me shku me vlët, kanë pas hezitim me shku në qelime. A i vetë vend takim në atë kohë ka qenë, do thotë, një me vlët ose një qelime, që e kanë majtë kur i ka vdet dikush, apo e kanë pas në shëneti, apo e ka hyme në shpi, e ka majtë një me vlët. Qatë me vlët gjënë mledh një grup i familjarve, i meqve, i dashamirve, hoxha që aty e ka gjetë kohën e më të përshtatshme, më të mirën kohë për me bo një thirrje, për me njoftu me disa baza elementare të Islamit. Me shahadat, la ilaha illallah. Do thotë nuk e pas si mundësi tjera, se do thotë sistemi u koni tillë që ka pengu fejen në gjitha aspektet. Edhe pse thonë pse nështë ka pas, po jo, nuk ka pas, është e bindur ajo që xhallat kanë qenë për ndjekun. Edhe ka pas shumë xhallat që kanë qenë veprimtar politik, ish sistemin e kanë luftu sistemin e Jugosllavisë, dhe ata kanë qenë hap mas hapit për ndjekun. Unë e moj men mudarizojnë, e moj men plot do xhallat këtu që jënë konë vjetë, ata vonë kanë ndru jetë, dhe ata njerëz kanë qenë në për fshatra, periferit, largë qytetit, veç mos me pas në dikim dhe të kontakt me njerëz, me besimtar, me atësi. Edhe qashtu kanë jetu në atë kohë dhe kanë shku. Në herë kanë shku. Në herë kanë jetu, në herë kanë shku. E për juve sa kanë knasima, sa ne mas ramjes komunizmit në marrë me darvat? Mas komunizmit këna fillu dhe thot me bo aktivitete islame. Zakonisht në për xhamia jënë majtë. S'këna po, tjeras institucione, edhe këna majtë në për xhamia, ligjerata, jënë mbledh të ato xhallar, për shembull prej Gjilanit, prej Prishtinës, prej qata o xhallar që jënë konë atë kodë, disa tri, për shembull konë Mehmet Morina Hoxha prej Topanicës, një prej, do thotë që ka qenë mas aktive në atë kohë. Mehmet Morina nuk mujmë jam hua, i ka qenë aktiv, në çdo aktivitet islam ka marrë pjesë. Në Kosovë që ju majtë, edhe jashtë Kosovës që majtë e ka qenë, shumë aktiv ka qenë. Pastaj, për shembull, Muselem Hoxha, edhe e ka pas një aktivitet shumë të madh. Ka majtë anë Gjilan, anë Mitrovica, anë Prishtinë, anë Prizren, anë Kumanov, anë Shkopa, Ulla Jakupi,
gjithë këta xhallar, do thotë. Edhe Mulla Jakupin kur thotë në rrugës këta Mavdiu, këta janë kon fëmijë, këta janë kon këtë vogël. Unë i moj me anë edhe Ajredin Hoxhën e Prizrenit, doktorin e Kuranit. Ai fëmijë kon, çto kon Gilan, basi Islami ka knu Kuran si fëmijë, alon Siri do i kemë shku atëra. Edhe të na pa shkuar, ata janë kon fëmijë. Moj me edhe Bekir Hoxhën, Bekir Halimin e gjithë do thotë, ata janë kon vogël, ata do thotë janë kon fillimet. Ato masën e tona, sa dhe na jena plak, në bonëm, do kohë, do vjetë, edhe ata ka nartër. Gjamia ju konë të shprasta, ta që në mush gjamia të alhamdulillah, ne të vazhdojnë aktivitetin. Na e kena kry misionin tonë. Misioni jonë ka qenë, dhe thot guri ka lëviz, ta shtatrit në ta majnë, na nuk kemi. Nëse na nderojnë, na respektojnë, na aftojnë në muhabet, në si shkojmë, prezentojmë, nëse s'na si prap. Faleminderit, nuk kërkojmë për tyve kur gjë, na e kena bo ato për vullnetet tonë të mirë, kena botu libra, kum përkthy Kuranin gjuhën shqipe, kum përkthy fikun Hanefi me doktor Selim Sulejmanin, edhe Kuranin e kena përkthy në gjuhën shqipe me doktor Selim Sulejmanin. Fikun Hanefi prej nishe deri në 4, na e kena përkthy në Gjilan, që to është bo. Edhe tona na e kena dhonë tjerëve të kanë botu, po qëllimi është që ky fiku Hanefi prej nishe deri në 4 ka kalu në për dur të mija. Edhe unë e kum pas një prej parve që unë e kum marrë shqip, e kum lexu, tëna ja kum dhonë atymes. Edhe i ka përkthy se po ma ka dhonë, thotë ndërkohë me kontrollu, në gabim teknik gjysore, nëse e gjatë përkthimit s'ka pas kohë, më ju kthy atymes. Po do thotë tëna ku ja kum dhonë, tëna ata çka kanë bojë, kanë marrë, tjerë lektorë, tjerë korektorë, neve nuk na ka interesu. Fikun Hanefi në Gjilan, për herë të parë, unë e kum botu. Inshallah Zotit shpërblen. Kuranin e kena botu, në gjuhën shqipe, pronë, tonën, për doktor Enes Karicit është. Edhe kemi edhe tefsirin e Enes Karicit. Tash e kemi edhe një verzion tjetër të Kuranit që jemi të e përkthy. Edhe kena punu, i kom brej 100 diçka tituj librave islam që i kom punu. 100 libra, 100 tituj i kom. Po edhe logose, shtëpia botuse logose, që këtu i kemi edhe për mas, kanë një libra, do thotë kanë bo një aktivitet shumë gjallë, që sot nuk mujnë me jamohu për tojet shqiptare, janë një ndër shtëpit shumë kanë, aktivitet të atashëm kanë. Tash së shpejti kena me bo promovimin e një libret letërsia, këngët popullore në letërsinë në Shqipe. Pasmi me ardhë kismet. Po muni me ardhë, kanë me qenë, juftojmë, ju tregoj kur më se edhe Bashkia Islame ka botuat liber, edhe na e kena botuat. Do thot logos e ka botu. E të na bebojmë këto, kanë me qenë edhe këna disa këngë që kanë tematikë islame, se ky profesori i ka zgjedhë këtë këngë me tematikë islame, edhe i ka bo bashkë, edhe i ka nace. Është një libër, shumë është interesant. E cili është libri që ma me zemër e kujtoni ose e keni ma për zemër, që e keni shkru për këtë që aty në titujve? Se në i herë autorët, shkrimtarët, kanë diçka pak ma afër zemrës. Qyre, Kurani e ka unin tjetër, normal, libra tjetër. Kurani është, ajo ka qenë, ajo dëshira jeme ma e madhe, ka qenë burja ma e madhe, krenaria e ma e madhe, që e kum përkthyje Kuranin, e kum arrit me përkthy Kuranin, edhe me bo Kuranin, edhe me një gjuhë shumë të rjatshme, velem muj me thonë se Hafez Sadriju nga Malisheva, aje ka ndru jetë para një kohë, aje kish gjetë dikon Kuranin tonë, se si ka ronë dorë, i vjetër, do të të hoqë që i ka bo 80 vjetë, edhe i ka ro fotokopje, e kish bo fotokopje Kuranin, edhe ka ledzu me vëmendje, e kish vetu kejtë Kuranin e ka ledzu me vëmendje, edhe në fund e kish bo një shkrim me dordve. Ta për 10 vjetë ta garantoj që kjo Kuran ta nuk ka ta konkurent në gjuhën shqipe. Alhamdulillah. Disa punë veç Zoti mundet me shpërblyse njerëzit edhe me bashkë. Na nuk i kena bo për përfitim. Kuptohet se Kurani sot me botu një Kuran është dikun 7-8 botë një ekzemplar. Të jashtë ekzemplarin mund është mi adhon falë se dhe të ski fondet që dikush të jap të financon. Të këtë janë me vullnet mirë, do të të me vullnetin e mirë. Fatmirësisht kum bo libra për arsimin, edukimin, kom libra. Kum bo libra nga filozofia islame, kum bo libra nga letërsia islame. Do thot, ajo që une kum klasifiku që na nevojitet edhe na mungon, poetët tonë për shemë kum dashmi provoku gjithmonë me literaturë, do thot me klasikët, poetët klasik të islamit që s'kanë shkru. Se shpesh të na shkrujnë për dashurin. Dashuria nuk është
çu po mendojnë ata sot dashuria për femna. Do thotë Për kufizojnë konceptin e poetët konceptin e dashurisë e kanë dashuria ndaj Zotit, i dashur dhe e dashura. Dhe gjithmonë për Allahin. Ajo synimi tyme është qysh me arrit afërsien edhe dashninë e Zotit. E këto e kanë bu poetët e lartë islam, edhe kanë lënë literaturë të begatshme në këtë drejtim, po ju mbetet tash këtyme të rive me hulumtu. Se na kemi nevoj për ligjet e shariatit, kemi nevoj edhe për ndalesat, edhe për lejesat, edhe për këtë, por kemi nevoj edhe ushqimin shpirtëror, do thotë me pasë dhe tjera, disiplina, jo vetëm me qenë kërë këpot, për shembull të mësojmë na abdesin. Abdesin mësot një herë edhe shkon, namazin mësot një herë. Kjo është, do thotë që na duhet me na përcjell, ama për shembull na kemi me njerë që janë historian. Ibn Aldunin e kemi për shembull me Mukadimën, është njeri që vërtet e ka shku një vepër shumë të madhe. Edhe i ka bazat e sociologjisë? Po sociologjinë islame na ka munguar, se do thotë këtu pak. Na mungojnë edhe do tjera sene që inshallah në shtanë të ardhmen, unë besoj që gjithë këta doktora që na kanë dalë teologjisë islame, duhet këta me bo, se këta e kanë obligim, detyre kanë, do thotë më ullë edhe me asë. Këta, le që janë doktora, do thotë këta kanë marë titull shkencor të fort, edhe këta duhet me dhonë kontributin e tyre në aspektin e shkrimeve, përkthimeve, botimeve, pavarësisht nështë nuk kanë mundësi ata tre diçka me bose në tre, nuk kanë islam. Është sen që i kanë caktu senet, i ka kufiteve, edhe jashtë kufine s'munët me dale, po këta duhet me rinovu tash me dhonë shka munët me bo dhe shka nuk munët me bo. Me pasuru. Po, me pasuru. Se cila ko i ka ato sfidat e veta. Tash dalin që shët më trapazin në shoqërinë bashkore, që shët më trapazin, që shët gjona tojnë. Aman, kër i kemi na këta doktorat, është do thot krenarimi pas, që këta doktorat se na si kena pas hiç. Na kena pas xhallah që kanë mësuar në mënyrë tradicionale, sistemin e perandorisë e kanë përcjell ato libra, po ata e kanë njohur mirë Kur'anin, vallahi e kanë njohur mirë. Unë shakun pas rast me xhallat e vjetër, ai ta ka bëu analizë fjalë për fjalë Kur'anin. Ai s'ka pas as diplom fakultetit, as diplom medres, po ka mësuar në mënyrën tradicionale. Po ajo do thotë i ka shërbyer jetë. Ai ka qenë hoq, vërtet oratori mirë në xhami edhe praktikuesi mirë islamit. Tash me kohë sa i kanë leju kushtet, sa si kanë leju kushtet. Unë të regon Hafez Jashari Rahmet pas shpytit, ka qenë Hafez i Kuranit, këto, i Dobërçanit. Hafez ka qenë. Ta prej Dobërçanit shkojshëm pianovës ta, shkojshëm me mësu Kuran. E nga rrugës ta, na diktu da politë që po shkojmë për hoq, ta, na me bicikla, tha res, na nale policë, tha, jekë ato ventilat e guma, tha, na jekë edhe na lasa në asë pun pas ku gjithë s'keshë, tha, pi pianovës, tha, deri në Dobërçan, tha, ato është i biciklën. Që ato në kanë vështërsit e kohës? Dhe qasi, do thot, ata kanë mojt mësimin, kanë ase, po a i ka ditë, vërtet ka pas dituri, ka pas oratori, Zoti ishë përbleft ata, se ata në kanë pru islamin dhe istonin, qashtu, sa katë me paterica me se ata islamin e kanë mojt, ta kanë dorë qyve trive, është ta në t'i zjedhin metodat, njërat, kanë mundësi me bo institucione, fondacione ndryshme, me bo dhe thot islami me qenë me përmes që mjetet e informimit sot na si kena pas në të ko. S'ke pas as radio, as televizion, as ku gjë, që është në shpi, me pri dikush me dek, me shku me hoxha me kalzu një bajtë. Që në gjamija si ka në gjumoj, ka nërë këtë do pleqë, në moj men, 3 sofa, 4 sofa gjamija, s'ka pas më te për gjumoj. Kom lexu dikun që Muhamedi a.s. nëse e ka ditë që dikun është një poet, ka bërë që mas për me shku me taku. Shumë kisha pas qef me ditë ashtë tamam sahi, e kom lexu kalin se. Qëre Po kom qef me lise unë shkruj ka pak. E dhja, unë është mirë, qërë është mirë me shruaj, që mirët me shru, dhe thot, ase po, na kemi sot mungesë dhe leximet. Dhe thot, këto përhetojmë ta se lexuesi jonë ditë për ditë nuk është të lexu. I ka plu këto mjetet, rrjetet sociale, interneti, këto, libre është pak, me gjithse duhet me lexuna, pa libra nuk bën. Libre duhet me qenë shoqëruesi joni edhe ku të bim shtrat me fjetë. Me mbyll kapitullin ton të jetës, do thot ku të bim me fjetë, me një libër, me një hadith, me një historinë islame, me një asë. Që historinë islame së në mëson këtë këto. Do thot dush me hulumtu libra, dush me asë. Po, besoj që tash se në fillim i mësun me kaseta, me CD-ja, me sene, i mësun këtë gjematin,
do thot besimtarët, ata mos lexo, do thot i bën paralizon pak. I paralizon atë që do thot ai mos më interesu për librin. Megjithëse pekata në mirë, ka njëherë në gratë dhe t'y ngu punë, të pëndrina me ngu derseve. Televizioni, radio, e ka ato, hiq pa dyshim. Se tash për shembull dhe ki një shqetësim psikologjik shpirtënor, e merr Elshon Kuranin pak. Elshon Kuranin pak, edhe ai ndikon. Po edhe ligjërata, kur është i mirë ligjëruesi, bën me ngu. Se në vërtet ka kuptim edhe jep energji, po leximi është pak të bo. Kohëve të fundit është pak të bo, edhe kemi mungesë lexuesit, po shpresoj që Zoti ka me këty e përmirëson gjendjen. Po dhe na duhet me angazhu, me përmirësu pak ma shumë aktivitete më marë. Ma shumë për shembull në Gjilan për shok këtu, ta në Ramazanin për shembull, na kemi në Gjilan shumë këtu që kanë kryer, do thot janë me titull akademik, po shumë pak po dalin me majt ligjërata. Sot ose dush ti me ftu ato, ose dush me asi. Ose për shembull është dhënë mas punëve tjera, pe haron misionin e vet. Thot me pas na gjithë ta studenta kollum, këto çdo dy duhet më majt ligjërata. Me shpresu që kam ndryshu gjendja, unë të falenderoj shumë, se ju lodhëm pak. Jo, neve me na lodhë, probabilet e tona nuk bitisën, nuk përfundojnë, do thot me njëherë, po besoj që ju edhe tjera e keni marrë me na vizitu, edhe për në qëtër aktivitet se jetosh ndryshojnë thanet, ndryshojnë asa jemi, mundi me marrë diçka në informacion në jasi se juve ju vynë, ju nuk e dini që shukon më herët. Po as unë nuk e di më herët, po mu që shumë ka gallxuar atë vjetre, unë e dija. Na kur e kena nis një projekt me Bashkinë Islame për shembull, Hoxhallar të Gjilanit, ka bo Islam Osmani gazetari. Ato për shembull na e kena bo mi regjistru një herë këtë Hoxhallar shkojmë kohë në Gjilan. Ndërkohë ka qenë Hafiz Hyseni i Topanicës, këtu në Gjilan jeton, po ai ka ndruje. Tha 300 xhallar, tha i njoft, tha unë të vjetër, tha i kumri, tha me emna, me mbi emna. O, meta, 300, aki në 150, atë diska i kisha se. Aj 300 i di këtë ke me emna, me mbi emna i di. Në ka ndimua dhe në mjaft, në ka dhonë shënime, me po mi registru ata o xhallarët, edhe me qenë një liber për kujtimon për ta është mirë. Se sot e ki librën, edhe i den kuj asë. Edhe ki ku me u referu. Të na Bashkia Islame ka pas aktivitet edhe para luftës, kena punu me Bashkinë Islame, thot ka qenë edhe Fëzamnia një prej intelektualve të mëdhaj, Gjilanit, që sot burna, ajo nuk është mesin tonë, po vërtet ka qenë intelektual njëri lexueshëm, njëri që e ka përcjell literaturën, edhe për një libër ai ka qenë gjendje me orë, 10 herë të unë këtu ka orë. Me ditë që unë e ku marr një libër, e ku ble, bosnjakisht, në Bosnë më ka orë, unë veç që ku më thonë Hafiz e ku marr një libër të fortë, veç kur vike dhëram, mas ditës dhe që erdha një kafe, ose një qaj, pak buhon gajtë, se këna pasë se mik të shpijës. Nënë e me ka pasë, gjalli dajës nënës ta me ka pasë motrën e tina për bashorte, e të na i vike këtu shqim, po edhe këtu ka shlishëm, ne këna nejtë shumë, këtu këna mojtë takime me njerës, shumë, unë e 50-60 takime që tu i ku mojtë, shpim me shok, me asi, kanë orë gjdo muj gase ka 20-30 vetjen atë bu. E bu kësane, këtë ka pregadit qoqën atë ku s'ka pasë, gjithëtore, gjithmoni këna pregadit, vetë po këna nejtë, këna pi qaj, këna bo ma bete, këna falë namazë, këna shku, ka qenë shumë mirë. Po fatë kësi që po tëmë, që doktor Shepqetin nuk e kum njoftë, edhe sot se njoftë, se s'kum pas, asë njerë takje me ta, asë për ofë se kum pa, po vjen keqë, adin që shumë e kum asë, librat e tina shumë kanë ardhë, asë një, shumë kanë ardhë, thjesht kanë shpëndokë, po s'po t'japin këto për shpim shefin. Të në të bakish me dhurat, edhe të hoxhës dhe unë ja kum qu, fikun Hanefi, ja kum qu të parin botim që ja kum bo, ja kum qu një, alo, dhe thot, fillim një libër ja kum qu, i ka shku më dorë, atia ja ka marë. Po të në më masanej, nuk kum pas kontakt asë njerë, asë e dikur, asë niftar, asë kum pas kontakt, asë kur gjazë promovime, se s'puna vinë informacionet të na. Asë ta bjen kush të jesën, asë nuk thirë, asë nuk asë. Nashta dhe njerëzit edhe po kanë dëshirë se cilë më i këqenë më ofër doktor Shepqetit dhe dhe me thonë që e ka ma shok, dhe ajo është, dhe ajo i mundon. Ja, unë e di aja, nuk ka ku mu morë me neve. Djemë që i kanë rrëvete se ju aj personale?
Hoxha është shumë njeri arsyeshëm. Në këtë kohë me dalë në përmjet e informacionit me dhonë, mendime me dhonë ligjërata, dush mu konë, vallaj, bajegi Hoxha 3 mu konë. Se sot po jep që një mendim, ama nesër abxhata tjertë armiqë të islamit, dhe sot ignorantat, pe këtë interpretojnë të na mendimin, saj nuk jep mendim pikokës veta, jep mendim për mendimtarve islam. Edhe ashtu me ndisë po presin momentin kur në shohin me Shami, veç janë nisën me majru, po inshallah Zotin e shpërblen e në pastrën. Kjo është vetëm një kohë që ka më shumë. Kjo punë, qëre na, ka nështë e këtë shkuptime se vërtet kanë orë dhe na ma shumë kena pru kulturë për arabe se që kena pru ditori. Që kjo duhet mu dalu. Na duhet me pru ditori, kulturën e arabe, ne ta muajnë në arabi. Kultura jonë duhet me qenë kulturë balkanike, se këtu 3 fe gërshetonë, ortodoksizmi, krishtenizmi edhe islami. Të do të duhet me qenë me bizotnu një paqë me zgjith këtyme feve. Që është e këto kontradikta që po bojnë jo deqanit, jo ato, jo këto, jo islami politik, këto e në palavra tyve. Islam politik këto nuk ka. Këto ka islam të paqës. Na kërkon që jemi të e sulmu, kërkon nuk jemi të e urrejt, po, na, në thot, edhe me krishten këna jetu, edhe jetojmë edhe sot. Neve nuk na pengon se është shqiptar katolik, apo pëse është shqiptar ortodoks. Na jetojmë jetën barabat. Jemi me një shtet ku duhet si cili ka drejta, kushtetuta ja garanton si cili, edhe besimtarit musliman, edhe besimtarit krishten, edhe besimtarit. Te fejen mojen gjami, mojen shpi praktikoje, mos e impono, na duhet me qenë shembull, që ata me na marrë lakmi neve, me drejtësien tonë, me mirësjelljen tonë, me bujarien tonë, edhe besoj që nuk ka me pas problem. A ka, aty ka me pas, armi, gjithmonë ka pas islami, dhe ka, pejgamberi ka pas, jo na kush jemi na, kur pejgamberi ka pas armi, e kanë luftu, e kanë asë Kurani, po tregon, nuk është që na pesemi. Thot, gjithmonë, na duhet me qenë pacor, na jemi pacor, unë jam njeri pacor, mu s'm pengon asë një fe këto në Kosovë, absolutikisht asë një fe s'm pengon, ajnë ta vazhdon aktivitetin e vetë, na e vazhdojmë aktivitetin tonë, i kemi gjamiat e tonë, i kemi basien tonë islame, i kemi o gjallat e tonë, ata neve nuk na ka thonë kërkush dilë të një katolik, të dhe o, sot dilë të një katolik, që pas, sot kërkush, se Kurani nuk thot me myt njerin. Omer ibn Hatabi i pari ka qenë që i ka nda pensionët, edhe nuk ka da pa drejtësia së krishterëve asë këtu. Kurani neve në ndalon me urejt njerin. Na ndalon me urrejt njerin. Se s'kemi na drejt me urrejt, kërkon. Na jemi njerëz që duhet mi dash njerëzit. Edhe sëb në tjena i për neve s'ta pengon. I përshtatet, i respekton kushtetutën e Kosovës, respekton ligjet e Kosovës, në tjeton. Kjo tokë e Allahit është. Për këtë ka vend. Për këtë ka vend, dhe thot. Misioni është, dhe thot, joni na nuk e urrejmë kërkon. Na e urrejmë pa drejtën. Normal që kena me luftu kamatën, dhe thot faqen, normal që kena me luftu alkoholizmin, narkomanien, prostitucionin, këto senet që Allah na ka obligu mi luftu, na kena mi luftu. E metoda jonë është, dhe thot, mi thirë njerëzit, mi vetë disu, që mos me vepru. Po sot këtëja e në dami që i bot, edhe se gjdo, edhe alkoholi e ka damin, dhe thot se ja, shkatron familjen njerit, shkatron familja, shkatron shoqënia, dhe thot njeri do, e këpru zinxhirin e shoqëria, dhe thot, edhe shoqëria së mundët me përparu me veset kësia. Nga shëshirën krejt, faleminderit shumë, Zotit dhe shëndet e të mira. Une ju falemderoj juve që keni ardhë, edhe nëse i falemderoj edhe shikus, nëse dikon e kom ofendue, pa pretendim të ketë, se s'kom pretendim të ketë, une dëshiroj që gjithë populli shqiptar të jetojnë në harmoni fetare, në harmoni shpirtërore, edhe kombëtare, forcohet shteti i Kosovës, institucionet e Kosovës, arsimi i Kosovës, shëndetësia e Kosovës, ushtria e Kosovës, edhe gjithë jemi bashkë të ndërtojmë një shoqëni të shnosh, ku do të dominoj bashkëjetesa, dashuria mes njerëzve.